Ka nisur procesi i rinumërimit për votat preferenciale të Partisë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore në qarkun e Dibrës. Ky proces është miratuar me vendim nga Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve pas pretendimit të demokratit Xhemal Gjungshi se ka patur parregullsi në procesin e numërimit të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Gjungshi pretendon se janë mbledhur votat e për këtë arsye ka nisur procesi i hapjes së 42 kutive në qarkun Dibër, ku do të rinumërohen e do rivlerësohen gjithashtu materialet zgjedhore. Vendimi për rinumërimin e votave në këto kuti të Dibrës u mor nga anëtarët e Partisë Demokratike në Kaz, Ledio Braho dhe Elvis Çefa. Gjungshi nuk mundi të fitojë mandatin pas numërimit që u bë në 11 maj. Ai u rënditi dyti në listën e hapur me 120 vota, më pak se nga kandidati përparim Spahiu. Ndërho, nga java ardhshme pritet të nisë rinumërimi i votave për subjektet dhe kandidatët për qarkun e Tiranës, më pas për fjerin e në vijim për Durrësin, vendim që u mor gjithashtu nga anëtarët e Partisë Demokratike në Kaz. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi sqaroi se procesi pritet të zgjasë deri në 20 ditë, ndërkohë që rezultati në të gjithë Shqipërinë do të certifikohet në mes të gushtit. Një ditë më parë u vendos që të hapen edhe 257 kuti të votimit në qarkun e Durrësit. Partia Demokratike përdori sërish 2 anëtarët e saj për të hapur kutit, por për qarkun bregdetar, numërimi për herë të dytë nuk do të bëhet për të gjithë zonën zgjedhore. Kasi vendosi që të rinumëroj kutitë e KZAZ-s 21 dhe 22 të kërkuara nga Partia Demokratike dhe 60 kuti të kërkuara nga kandidati demokrat Aulon Kalaja. Ky i fundit po e bën betejën ndar nga Partia Demokratike, e cila nuk e mbështeti në pretendimin se kandidati tjetër i saj, ish prokurore Arjan Ndoja, i ka marrë padrejtësisht votat. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të finalizojë rezultatin e zgjedhjeve vetëm kur kolegji gjyqësor zgjedhor të jetë shprehur në lidhje me ankimet. Një ditë më parë, Partia Demokratike pasi humbi betejën ligjore në Kaz, çoi në kolegjin zgjedhor Qarqet, Gjirokastër, Korçë dhe Kukës.